Rubrika jone përjashme e vërtet e pa vërtet në vjem ju sjell se cilat janë të vërtetat e kësaj jave që po e lëm pas, sepse tashmë e dim që pa dalë në True or False nuk cilësohet si e vërtet apo e pa vërtet. Drenusha Latifi ndahet nga burri? E vërtet. Lajme jo të mira vijnë nga ikona e bukurisë ish Miss Kosova, Drenusha Latifi. Prive kuptoi nga fjalët larte por sa ajo është ndarë nga bashorti, biznesmeni Atilla. Sipas burimeve tona, lajmi është i vërtet. Dyshja kanë vendosur që t'i japin fund lidhjes së tyre pas afro 10 vitesh bashk. Mësohet se pavarësisht ndarjes, Drenusha do të qëndrojë në Suedi bashkë me 2 fëmijët e saj, djalin dhe vajzën. E kontaktuar nga prive, ajo nuk deshi të flasë mbi zhvillimin, duke thënë se është e panevojshme të prononcohet, me që ka një dekadë që nuk është aktive në jetën publike. E diçka ka thënë përmes postimeve në rrjetet sociale, në të fundit ajo shprehet: "Bëhu shpirti lirë, përqafoje unikalitetin tënd, ndiq rrugën tënde dhe leje shpirtin të kërcej." E lirë dhe lumtur qofsh gjithmonë, Drenush. Martesa Adelina Tahirit vazhdon të jetë jo në kohët më të mira? E vërtet, nuk po na shkëlqitën ndarjet e krizat sonte. Muaj më parë këngëtarja Adelina Tahiri bëri publik lajmin se kishte kaluar një krizë në raport me bashortin e saj, avokatin e njohur Maqedonas, Serioja Markov. Tahiri foli në të kaluarën, pra si diçka e përfunduar. Megjithatë, burimet tona kanë bërë të ditur se ndonë se një ndarje nuk ka, një raport më i ftohtë vazhdon. Kjo është arsyeja përse në muajt e fundit, nga ditëlindja e Adelinës tek festat e pushimet, nuk është që e kemi parë bashkë me Seriozën. Momentalisht thuhet se këtë situatë Adelina po e menaxhon shumë mirë emocionalisht, duke qenë mbështetur tek familja, me fokus 100% djalin. Ajo çfarë i duhet raportit bashkëtorë në këto situata është koha që do ta thjellojë të gjithë gjën. Urojmë për më të mirën.